Tyran thash pak më herët që po besoj që gjithë shikuesit e emisionit Plus Minus edhe të njohin, po a mundesh për të gjithë ata që ndoshta edhe po të shohin për herë parë dhe po dëgjojnë nga ti, më na tregu pak për veten, pak si filloi gjithçka në atletik. Po, unë jam pra Tiran Mamush, jam atlet profesionist për momentin, jam trajner kondicional dhe trajner i fëmijëve në boks. Karriera jeme ka fillu pak më ndryshe se sa disa sportistave tjerë. Kam fillu si çdo fëmijë që fillon në sportin me futboll, prej moshës diku 6 vjeçë deri në 12 vjeçë kam luajtur futboll. Mas futbollit kam vazhdu me boks. Kam fillu si bokser diku kam qenë 7 vjet përfaqësues i shtetit Kosovës në gara ndërkombëtare dhe vendore. Pastaj ndërkohë duke vrapu, domethënë vrapimi ka qenë pjesë e pandashme e sportit boksit, domethënë për përgatitjen fizike, mandej diku kam filluar dhe më marr pjesë edhe në garat vrapimit, diku ka nisur pastaj vrapimi me mi, më shumë në qejf. Edhe pastaj kam vazhduar tash domethënë jam si diku 8 vjet jam atlet profesionist që përfaqësoj edhe shtetin e Kosovës në gara ndërkombëtare, në distancat e gjata 10-21 kilometra. Po na përmend kështu vazhdimisht garat, po cilat nga garat ka qenë më sfiduesja për ty deri më tash? Garat, zakonisht e garat ndërkombëtare janë shumë më sfiduese, tash edhe niveli i garave ka arrit një farë garat ndërkombëtare janë gjithmonë gara që del për komfort zonit, domethënë është niveli shumë i lartë, ka atlet shumë të përgatitur fizikisht edhe psiqikisht, edhe domethënë është gjithmonë jetë duke sfidu veten tonë. Po gjithmonë për mua garat më të mëdha janë garat kur përfaqësoj shtetin e Kosovës. Po sa është e vështirë kjo pjesa e përgatitjes mentalisht për garat, sepse përmende edhe vetë që duhet të jesh i përgatitur fizikisht dhe psiqikisht. Sa është e vështirë kjo pjesë, ndoshta? E vështirë, zakonisht unë kur kam filluar sport. Sa është e rëndësishme? Faza psiqike ose mendore e një sportiste është shumë e rëndësishme. Shumë e rëndësishme muj me thonë se faza fizike, sepse fundi i garës gjithmonë në gara vendosin detajet e vogla, nëse je që me qenë pjesë e podiumit. Muj me thonë se pjesën që ma ka japë boksi, ka qenë që ka pjesa, domethënë na zakonisht sportistat elitar jetojnë edhe këtë kohën vazhdimisht e kanë këtë pjesën e dhimbjes, këtë kohën ushtrimet i bojnë me dhimbje, edhe domethënë adaptohet trupi me çat pjesë. Boksi mund ka ndihmuar këtë pjesën shumë, që domethënë edhe momentet e fundit ku truni jam është gati mu dërzu, vjen ai shpirti luftarak edhe energjia edhe muj me çugoren për shembull deri në fund. Po, e Tiran për derisa jemi duke bisedu, Fruti na ka mundsuar që të freskojmë pak me të dhe të shijojmë shijet e ndryshme të cilat i kanë. Janë vërtet pije fantastike, unë për vete kam pjesh dhe një boranicë. Boranicë, tamam, vjen edhe për gjak. Po, patjetër. Po, a mundesh më na tregu pak Tiran se